më të bukura, më të forta. Fushkruja ishte ndalesa e radhës e kreut të Partisë Socialiste Edi Rama në kuadër të takimit përmbylljes të fushatës në këtë zonë. Rama nisi fjalën duke sjellë në vëmendje menaxhimin e situatës së tërmetit me strehimin që u bë banorëve në apartamentet e reja. Ne faktikisht kemi përmbyllur të gjithë detyrimet tona me shpërndarjen e 350 apartamenteve të fundit që kanë mbetur vetëm për shkak se respektuam këtë periudhë zgjedhore që ka disa rregulla të caktuara, kështu që lart në Krujë këto apartamente do të shpërndahen menjëherë pas zgjedhjeve. Ne arrim në një total prej mbi 1100 shtëpish të reja, më të bukura, më të forta, falas për të gjitha ato familje. Kreu i qeverisë shpjegoi projektet aktuale duke kërkuar mbështetjen e banorëve për më shumë investime. T'i japim mundësi njerëzve në këtë moment të shohin se çfarë ka ndodhur përtej zonës tyre, çfarë ka ndodhur përtej horizontit të punëve tyre të përditshme. Gjithçka kemi mundur dhe s'kemi lënë pa bërë asgjë të mundur për ta ngritur në një nivel tjetër këtë qark, për të ngritur në një nivel tjetër Krujën, Durrësin, Shijakun dhe vetë Shqipërinë. Dhe tani jemi në një fazë të re kur, siç ju kam thënë kur kam ardhur këtu përpara, që në 4 vite të ardhshme do bëjmë më shumë se ç'kemi bërë në vitet e tjera të mbledhura së bashku, ju them të njëjtën gjë. Në 4 vite të ardhshme do bëjmë edhe më shumë se sa ç'kemi bërë në të gjitha vitet e tjera të mbledhura së bashku.